Në fundjavën e shkuar në Krujë, ku ishte dhe situata më problematike e kësaj vere, vatrat vjojnë të jenë në shumë zona të Shqipërisë, por pse jemi në këtë situatë nga viti në vit? Me Gerti Shellën, drejtuesin e Infochipit, do të bisedojmë sepse vetëm 3 muaj më parë ata kanë bërë një raport për situatën, kush ka qenë problematike, nga dora e njeriut apo jo. Gert, të falenderoj njëherë që je në studio. Cilat ishin të dhënat e raportit që ju publikuat deri 3 muaj më parë, që besoj unë duhet ishte për institucionet e shtetit, duhet ishte një dokument për të nxjerrë mësime nga e shkuara dhe për të korrigjuar për verën që na priste, dhe situata parashikoj që do ishte e tillë. Jo vetëm kaq, po në studimin që u ndërmor nga REK, Agjencia Rajonale e Mjedisit, në bashkëndim me Infochip, unë kam qenë vetë ekspert i përfshirë, por dhe me një grup gazetarësh, sidomos ata që kanë pasur në fokus çështjet e mjedisit. Synimi ishte për të vlerësuar se si ka mundësi teksa përmasa e krimeve në dëm të mjedisit shtohet, përmasa e reagimit ulet ose është inekzistente. Për këtë qëllim, Infochip mori përsipër që të mbuloj pikërisht atë pjesë të studimit që ka të bëjë me vjen e fundit garantuese, që është gjykata, për të kuptuar se pas gjithë gjobave që presin inspektoriatet, pas gjithë, po themi, alarmit që ngren mediat, çfarë del aty ku duhet jetë vija e fundit garantuese dhe aty ku normalisht vendosen dhe premisat për të bërë parandalimin në vitin pasardhës të këtyre problemeve. Për habin ton, në totalin e volumit që çështjet me situatë që kanë në qendër krimin mjedisor apo që godasin mjedisin, dhe kur themi mjedisin këtu kemi parasysh edhe trashëgimia kulturore, është pjesë e mjedisit. Vetëm 0.22% e totalit volumit çështjeve të shqyrtuara në apel i përkasin kësaj kategorie që parashikohet nga kreu 4 i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë. Kodi Penal të Republikës së Shqipërisë bën parashikime shumë interesante. Është përmirësuar disa herë në kuadër të angazhimit që Shqipëria ka marrë për të bërë këto kapitujt e negocimit me Bashkimin Evropian. Janë shpërsuar masat më shumë se përmirësim, ndoshta edhe për të trembur, po eksakt. Sa herë ka digjet një ulli apo ku ta diun vihet një zjarr i cili kërcënon jetën, menjëherë politika në rendin ekraneve për të që do shpërsojmë dënime në kodin penal, por ne kuptojmë që pavarësisht se kemi fjala vjen, të ndezësh një pyll, pra të shkatërosh me zjarr pyllin dhe mjedisin pyjor dhe të shkaktosh në këtë mënyrë edhe dëm ndaj jetës, ne kemi parashikime shumë të forta në kodin penal, janë 20 vjet burg që parashikon kodi penal. Nuk ketë që i bën më shumë një kundravajtësi apo një kriminali të tillë. 20 vite burg është një jetë e tërë për një të rritur, që do të thotë që ne kemi parashikimet tona. Sa veta kemi ne në burg për shembull të dënuar me 20 vite burg për asnjë? Asnjë. Nga vlerësimi që ne kemi bërë, na del që askush nuk përfundon prapa hekurave për çështje që si thua kriminalizojnë mjedisin, pra kriminal që godasin mjedisin, ndezin zjarret në pyje, i vënë në flakën plantacioneve me ullinj, apo shkatërrojnë trashëgiminë kulturore, bëjnë gërmimet pa autorizuara në satet arkeologjike. Dhe problemi apo hemoragjia, si thua, dalja mënjane e shtetit që mbyll njërin sy dhe njërin veshë dhe bën sikur i ka duart e lidhura, fillon që me prokurorin. 77% e totalit të referimeve dhe procedurave penale që regjistrohen për krime kundër mjedisit pushohen pa arritur akoma në sallën e gjyqit. Kur arrin në sallën e gjyqit, aty ka arritur, si thua, ka firaksur e gjithë ngjarja, duke shtuar tu dhe faktin që duket se organet tona si hetimore, si organet administrative që janë këto inspektoratet e pyjeve, inspektoratet mjedisore, që kanë gjithashtu, si thua, fjalën e parë në adresimin e çështjes, si thua, flagrancën e konstatojnë ato, kundravajtjen e parë e gjobisin ato. Për shembull, fjala vjen vetëm nga mosarkëtimi i gjobave, kemi një të dhënë shumë interesante të këtij studimi, në periudhën midis pra 2014-2017, dëmi i përllogaritur në buxhetin e shtetit, dhe kjo është e faktuar dhe me shifrat kontrollit të shtetit, arrin në 12 miliard lek, pra vetëm nga mosarkëtimi i gjobave. Ndërkohë sa i takon prokurorisë. Ja, rrim aty te prokuroria se është interesante. Mbi 70% e procedimeve penale nuk fillohen fare, pra pushohen pa shkuar në gjykat. Cilat janë arsyet që ju kanë dalë gjatë këtij studimi? Nuk kemi prokuror që mund të njohin ndoshta edhe çështjet e mjedisit, apo nuk e di se çfarë, apo kam përshtypjen që prokurorët i bien shkurt, jo se nuk i njohin çështjet mjedisore, ata i njohin, madje mund të ketë prej tyre edhe sensitiv, por ata zgjedhin të mos harxojnë resurse. Mjedisi gjithsesi nuk është krim kundër jetës, edhe pse në të drejtën publike jeta dhe mjedisi janë, si të thuash, vazhdimsi të njëra tjetrës. Nuk mund të ketë jetë jashtë mjedisit, dhe mjedisi nuk na duhet nëse nuk mbështet jetën. Pra krimi kundër mjedisit hyn dhe parashikimet ligjore për të hyn në gjeneratën e tretë të drejtave universale. Gjenerata e parë ka qenë të drejtat e njeriut, gjenerata e dytë në
vitet 60 kanë qenë të drejtat civile politike dhe gjenerata e tretë janë të drejtat mjedisore. Janë në zhvillim të jashtëzakonshëm në kohën që ne flasim dhe po aq sa që janë në zhvillim të jashtëzakonshëm, ne ballafaqohemi në këtë kohë që jetojmë edhe me zjarre të jashtëzakonshme, ndotje të jashtëzakonshme të mjedisit, si thua, një lloj konspiracioni shtetëror për mos sa ndëshkuar krimin mjedisor. Duke sikur politikanëve, jo vetëm brenda kufive tanë të vendit tonë të vogël, por edhe jashtë kufive, ju leverdis më shumë të flasin për ngrohjen globale, për kapriçot, çështjet madhore të globit. Në kuptimin që mos ndis kondicionerin, temperatura 41 mos e ndis kondicionerin se po ngroh planetin, se sa të zen kriminalët që ndezin zjarre, sa ato zjarre të shkreta që janë ndezur, ja fjala vjen në Shqipëri, janë ndezur zjarre. Këto janë zjarre dhe mund ta diskutojmë pak më vonë. Po ta vini re, ka rënë narrativa që Bariu ndezi zjarrin. Pra, si thua, nuk e beson më këtë narrativë askush. Këto janë zjarre të ndezura për mendimin tim në mënyrë apo me mjete teknologjike, pra ose është ngjitur droni në faqet e rrëpirta, është bërë në mënyrë të organizuar, pra koordinohet ndezja e flagëve, gjendet momenti i duhur. Pse edhe me dron po na ndizën zjarret në këto ditë të sotme? Po, nga një vëzhgim që ne kemi bërë të situatës dhe këtu unë ju sjell po themi vëzhgimet e 24 orëve të fundit, na rezultojnë që zjarret janë ndezur në disa vatra, në rreth gjysmë-dyzinë e vatrash fjala vjen në malin e Dajtit, në faqen perëndimore, më parë ka pasur 6 deri në 7 vatra të ndezura veç në faqen lindore. Dhe duket sikur teksa një vatër dominohet, një tjetër ndizet. Kjo ka qenë historia e Krujës, e malit Krujës, sepse vërtet pati një vatër kryesore, por pasaj për rabin e ditëve vatrat filluan të, si thua, diversifikoheshin, diçka ndizesh aty, diçka më tutje. Natyra nuk ndizet vetë, ne duhet ja themi publikut këtë gjë. Patjetër. Natyra nuk ndizet vetë. Ja, do shkojmë ndoshta këtu më poshtë, po të mbarojmë hallkat. Kapëm elementin e parë të prokurorisë, 70%. Inspektoriatet dështojnë, nuk mbledhin gjobat, ose sepse i futin lekët e tyre në xhep, pra e zgjidhin me njëri tjetrin se si do të vejë kjo punë, ose ata janë pjesë e problemit dhe jo pjesë e zgjidhjes. Pra, mos arkëtimi i gjobave dhe mos penalizimi administrativi kundra vajzve është një çështje dramatike e mosveprimit të strukturave parandaluese për krimet kundër mjedisit. Prokuroria, që vjen e dyta, pra si thua, iku hallka administrative, vjen hallka penale e adresimit të çështjes. Ne na rezulton që kjo në 70% të totalit procedimeve që vjen parashikimet e kreut 4 të kodit penal, ka bërë pushimin e çështjes, pra mbylljen e fashikullit në prokurori dhe nuk e ka dorëzuar fare në gjykat. Pra, ne me kaq të dhëna kuptojmë që ajo ose nuk dëshiron të adresoj çështjet e krimit mjedisor, ose janë të paaft të adresojnë krimin mjedisor dhe këtu në fakt duhet njohur vështirësia respektive sepse flaka ka rënë. Mjetet teknologjike që unë do kem mundësi të flas pak më vonë, krijojnë atë që quhet mohushmëri e besueshme, pra krijojnë alibin e dur, sepse dikush vete 48 orë para, apo vete edhe 1 muaj përpara, lë pajisjen atje dhe aktivizon me SIM card për ta ndezur kimikisht ose elektronikisht pyllin në ditët e nxehta, jo vetëm në një vend, por në disa vende që të jeni sigurt që eshka do ta ndez barutin, kjo është pak a shumë fabula e kësaj çështje, dhe nga ana tjetër kur shkon në gjykat, përveç faktit që aty mbrin, pra një sasi shumë e vogël, pra ne jemi duke folur vetëm për 5 çështje të gjykuara në vitin 2024. Vetëm 5 çështje. Në totalin e 50.000 çështjeve që gjykata e apelit pret të shqyrtojë. Këto përveç se vonohen, përveç se dalin te afateve procedurale të gjykimit, të gjitha çështjet nga viti 2020 deri në vitin 2025 janë te afatit gjykimit të arsyeshëm, që do të thotë që e ka marrë ferra oratën në kuptimin më të plot fjalës. Pra, çështjet mjedisore, njësoj si zjarri djeg pyet dhe ato nuk bëhen më, zjarri i vonesave djeg çështjet në prokurori, në inspektoriate dhe në gjykata dhe ato nuk e shikojnë më dritën e diellit dhe nuk bëhen më. Sa e varur është prokuroria nga policia për rastet që referohen në lidhje me mjedisin ku hyn edhe zjarrvënia këtu? Po zjarrvënia është një çështje e cila mund të faktohet aty për aty. Pra, për shembull fjala vjen, para 2 ditësh ne u njohëm me rastin e një vendimi të beft, pra të menjëhershëm, të dërgimit në paraburgim të një pensionisti, pra të një ishte rasti i Krujës, që më pas u lirua mas 24 orësh. Sepse këtu e para s'mund ta mbash për shkak parashikimeve procedurale, ai është në moshë të thyer. E dyta, kush na siguron ose kush del tu të thotë që bëm një hetim për të kuptuar që ky nuk është mendja apo njeriu i pakujdesshëm që ndezi zjarret, po është thjesht instrumenti që vurin lëvizje një mekanizëm të paramenduar. Ju kujtohet nëse pra mund të kthehemi ndoshta deri në një vit më pas, pati deklarata të guximshme nga zyrtar të lartë policisë së shtetit vitin e kaluar kur vendoseshin zjarre në masivin pyjor të parkut të Llogaras. Dhe u kapën në fakt 3 persona dhe drejtori i policisë në atë kohë tha që
gjendemi përpara të gjitha indicjeve të një grupi të strukturuar kriminal i cili ndes zjarre të pyje. Kjo deklarat kaloi pa vëmendjen e duhur edhe nga media. Në fakt është deklarata më e guximshme e bërë ndonjëherë për shkak se për herë të parë adresohet ndoshta në thellësinë e vet më të madhe çështja e ndezjes sistematike të zjarreve në Shqipëri. Në Shqipëri zjarret ndizën sistematikisht. Nuk i ndez vet natyra, nuk i ndezin barinj, nuk i ndezin 99% e shqiptarëve të mirë, përkundër se këta janë shumë të shqetësuar sepse rrezikohet prona, mjedisi, pra zjarri është armiku. Pra është njësoj, pra përse kujtojnë fjala vjen akoma sot e kësaj dite, veteranët kujtojnë gjermanët. Gjermanët kujtojnë jo se ata gjuanin në shenjë me mitralozat e tyre, por se i vinin zjarrin fshatrave. Pra është terrori më i egër që mund t'i shkaktosh, po themi, jetës gjësë gjallë, pra duke i vënë zjarre dhe duke i djegur. Cilat janë arsyet e zjarrvënies kësaj që nuk janë më barind, sidomos nisur nga ky rast i llogaras? Do vi me shumë dëshirë në përgjigjen e kësaj pyetje, vetëm më lejo të jap të datë që për nenin 206 fraksion A, që është shkatrimi me zjarri pyjeve dhe mjedisit pyjor, nga viti 2008 në vitin 2025 ka 0 procedime penale dhe 0 fashiku gjyqësor në gjykat. Pra në gjykatën e apelit, kur ne bëm kërkimin tonë që i bie të jetë 16 vjeçar, ne nuk gjejmë asnjë person, pra çështje të referuar nga prokuroria mbi bazën e parashikimeve të 206, pra këta që vendosin zjarre dhe djegin pyje dhe nuk arritimisht asnjë të dënuar. Ndërkohë që nga viti 2013, unë kujtoj këtu në atë kohë kam qenë gazetar në kuptimin aktiv të fjalës, PD-ja binte nga pushteti, u ndez mali Dajtit, që atëherë nuk mbiu më gjë aty, por ne pam flakët masive, pra këto deklarata me zjarr që bëheshin atë kohë, të na shkaktonin si thua terror psikologjik dhe sensin e pafuqisë për të dominuar çfarë? Një zjarrvënie të qëllimshme. Nuk pati kur fajtor të dënuar. Pra,